Mirë mërama na em ta unë kësha zemrën. Partilimi. Dhuroni, po dhuroni sa ma shumë dashni. Mirëmrama Mihrie. Mirëmrama të gjithëve, mirëmrama Kosovë, mirëmrama Shqiptar, kudo që të jeni, gati që të jeni. Ja ku jemi bashkë, jemi këtu në sheshin tuaj, në Odeon, në sheshin e Fjallës së Mirë, e këngës së bukur, në radio televizionin 21. Do të nëzojmë që jemi të freskët edhe në këto kohë të ngrohta, të nxehta edhe, po kohën e ka, absolutisht, sa mirë që na vjen vera, dhe sikur në jetë që një ditë vjen vera, edhe neve njëherë në vjetë na vjen vera dhe mirë bollë. Po veç mos tjetë njëherë të vjen vera kadera,
Kjo nuk vlen? Jo, vera na vjen shpesh ka dera, ja qelim derën, e pranojmë, konvergojmë, bashkunojmë, flasim e veprojmë, edhe mirë po si thosht aj, që menon për këtë nxit, gjithë o konë ogjës, gjithë o konë, kur e ka vokë, gjithë o konë. Ja ku jemi këtu. Do të kemi sonte shumë shka në spektaklin tuaj, këtu në këtë skenografi tër glamur që na përkujton dorën vendore, do më thonë, atë që ne shqiptarët dim, mundemi edhe e bëjmë, ashtu si që bëjnë Amerikanët edhe Evropianët, ku do mundemi ta bëjmë, dhe duhet ta bëjmë jetën tonë sa më të mire, sa më të bukur, me punën tonë, me kreativitetin, inventivitetin tonë, edhe duhet ta nxjerrim në shesh, të mos mbesim të fundit sepse mbetëm tuan kuqe, po ja vesaja kemi nise, vesaja jemi shlirue, hala jemi foshnje, po kjo foshnje i boni 30 vjetë, ka dalë tash i, do të zhvillohemi, do të punojmë, ose do të pajtojmë me faktin se qikash po dishim, qikash mundemi. Si do që tjetë, ne ecim tutje, do të kemi shumë qka sonte për sëri, do të kemi mysafir të veçantë, në realitet do të kemi javën qame, do të keni mundësi të shihni shumë qka nga kjo ngjarje në 82 vjetorin e masakrës së madhe kundër popullit qam, që janë shqiptar, normalisht. Do të kemi edhe këngë, humor e shumë qka të bukur. Mirije, prej papakuintave, të kam përcjell, po dukesh shumë bukur. Se kesh të të pyt. Me një kreacion fantastik që e ka bërë kush? E ka bërë Nehare Zekolli. Nehare Zekolli, me numër telefonit 044 472 295. 044 472 295 në Fushë Kosovë, e gjeni edhe në rrjetet sociale me emrin dhe mbiemrin e saj. Këtë kreativitet që e ka bërë kreatorja Nehare Zekolli është me të vërtet punim dore. Është i jashtëzakonshëm dhe është bashkë gjithçka prej dorës së saj dhe ides. Kreacion, invencion i saj. Po e bukur. A përse që qëndrojmë para asaj që e thash që në fillim se ne dim, duam dhe ja dalim. Dim dhe mundemi. E a duam? Duam. Duam. Do t'ishte mirë që të duam. Dhe pa humbur kohë, do t'iftoja në skenë ato që na sjellin gaz e humor për çdo javë. Na sjellin edhe në momentet tona të vështira, na bëjnë me qesh. Na sjellin në mbamendjen tonë shumë dukuri jo të mira e që duhet t'i përmirësojnë përmes humorit të tyre. Artistët e humorit, Dadahyr dhe Kulja. O, mashallah të kuft, so mërë ma ishë qashti. Mirë mroma, i zoja shpise. Mirë mroma, zoja shpise. Bëllë. A ke po, a ke buk, a ke mesh, a ke krejti lypo. A ki ato, a ki këto. Dhe mos i po që ma to kena krejlon me duqa. Po, kena dhe krejlon me duqa. Ta ma ndoni duqa. O, qa më bo një vakive? Nona e vakive. Nona e vakive. Hina u lova, i lidha flek në peshker, kur dal, trak, shkoj struja. Qa mi u boton këtë në flekve? E ula që aty e prete, dikur në kish pa zonë gjumi, pa orë struja. Qa ashtu me peshker në kry? Ka flejt, kur jem qunë sabah. Qa mu qu? Arush. Ja, ishin rënis, luonat, tak, me përshëndet, mbretreshën e ty në të re të gjunglës. Po, nuk shë në gjunglën, po jetojnë a budal. Po nëjse, një me qërë vend një nuk bo gjunglën, po apet unë e kom një farë teorije. Për shambull, ka vendet të zhvilluara, ka vendet që janë në zhvillim, ka vendet që janë të pa zhvilluara, edhe vendi unë. Unë me që të zhvillu me. O, mire ki, populli unë, e ka marrë të përshëzën, kur ka të nari i parë, u dole ka shqit lëpen për me shkollu kalin. Qa të një ki? Që dhe kali? Kë kali jem. Hej, halo për mgus për të rashti. Shë. Para me nëti, halo për mgus për të rashti.
qa që më ka bo nervozmi se pa vëm halo. Edhe a i të mgus s'pi foli heq bre, heq si kon foli ma, as që pi foli. 30, masi që nuk i fol qa, e ka marrë, ka shkrujt një letër, ma ka lonë aty në tavolin. Zemër, që më nesër në ora 7 të mëngjezit, viz burri jëtë. Unë e heq, vishë e mora letërën heqa. Nesër, po quhët aj në ora 10. Unë e vishë risha që shto. Për fat, ke pe nervoze. Ta man të doshtë mu që kur e ka pa një letër në tavolin. Që, ora 7 e mëngjezit, viz gruja jote. Me që nga qa po të thëmë, që i se lama ti burit tënë, thuj ka thonë kulja, o ti, a je mirë, nuk ka gratë të rasha, ka veç tesha të ngushta. Po dhe. A mëre vesh, edhe në të të mëra dhe pikë. Që? Unë mërë me menti tek sëd, e mora vesh pse unë po të roshna. Tu fërkutullo, të shën shampan të emin shkujke, për ma shumë vëllum. Pej nesën me komula me shampan të enve, se në të shkrun hez i ndyrat më të forta. A, ku, për ka e barkin ma shumë me të boj i shesht, për Një me adir, nëse dënë me të duk barki ma i shesht, vizat e ja vetit këthizën për masën shpinë. Hajden, para zdo muje që pa ta shku të një doktorit. Pa të thonë, ti gjithë që dush me hinë djetë. Pash po, pa që djeta? 300 gram kungullesha, 200 gram karota, 200 gram spanash, edhe lakën sa dush ti. Thash, doktori shumë mirë, po thash, am du të me qitë zilën rrës qafës, apo mëj me kullotë edhe pata. Pata së mënësh me kullotë. Se dhamin eshnat, së mënësh mu laku. Dhamin eshnat, gujt. Edhe aty s'ka kur gjë amel me hangë. Pse se ki vetë doktoreshën, mi thonë doktoresh, që po na vamin eshnat, a do me thonë që halojnë atë urita? Ja, a dy që po thuti amel, po amel. Problemi është që nuk është që i ha unë e amel, po që unë e amel ha. Qashtu është? Ti edhe jetën amel? Që ta unë e thëmë, ju du sat e tu, jeta i ka 2 regula. Regulli i parë, kur më su dërza. Regulli i dytë, regullin e parë, kur më se harë. Jemi rikëqyre në spektaklin tua, jemi këtu në sheshin e fjales e mirë, këngës e bukur në Odeon, në radio televizionin 21. Jemi këtu me spektatorin, me që absolutisht e Eduard Torfasin, jemi këtu me telespektatorin, jemi këtu me një armatë të tërë që realizon spektaklin tuaj. Java që shkoj, që po shkon në realitet, që po përmbyllet, shënoj një ngjarje të jashtëzakonshme në kujtesën tonë, është java Çame. Dhe neve në mënyrë të veçantë e kemi realizuar këtë kaptim të spektaklit tuaj me një bisedë të jashtëzakonshme, me një vizitë të jashtëzakonshme, me shënimin e krejt asaj që shënohet si gjenocid mbi shqiptarët Çam në trojet e tyre në vitin 1944-45. Pastaj kemi ngjarjen tjetër të madhe për shqiptarët, si mirënjohës të mëdhej të asaj se qëfar kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ne, në 250 vjetorin e saj. Dhe në këtë mënyrë shfrytëzojmë rastin sigurisht që t'i urojmë të përvjetor Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E ne ecim tutje. E kishim biseduar me kryetarin e shoqatës atletare Çameria të Kosovës, zotërin e nderuar Nezhmi Muqishi, që këtë javë do ta shënojmë në mënyrë të veçantë, sepse e kemi shënuar gati për çdo vjet.
Dhe në këtë mënyrë kishim bashkëbiseduar me kryetarin e partisë PDIU, Partisë për Drejtësi dhe Unitet në Shqipëri, zotëriun e nderuar deputetin, aktivistin e madh, kryetarin Shpëtim Idrizi. Dhe në këtë mënyrë neve kemi realizuar një vizitë të veçantë në Parlamentin Shqiptar, ditën kur po shënohej kjo javë, java Çame në gjithë botën shqiptare. Dhe më pas kemi realizuar një bisedë të veçantë me deputetin, aktivistin, kryetarin Shpëtim Idrizi. E ndjekim bashkë. Mirëmbrëma, zotëri Shpëtim Idrizi. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia jonë që na mundsua ta bashkëbisedojmë në një ditë, në një javë të veçantë në 82 vjetorin e masakrës e që si javë e quajmë java e Çamerisë, java Çame, e cila duke ju falenderuar punës tuaj dhe për plotësi puna juaj, është një kujtesë që po mbahet e gjallë në botën e popullit shqiptar. Megjithatë, unë kur ju anonqova thash se keni qenë, se beteni përjetësisht, realisht kështu deputet, se në shumë legislatura, ekonomist, aktivist, shqiptar, Çam, me prejardhje Çame. Vërtet, prejardhja ju është Çame, Po, unë së pari ju falenderoj shumë për ndjeshmërinë që ka në Kosovë, këtë tregonte edhe ftesa juaj për këtë mision shumë të ndjekur, për ndjeshmërinë që kanë shqiptarët e Kosovës për Çamërinë. Unë kam thënë gjithmonë që në Kosovë ka shumë Çamëri, edhe në raport me Shqipërinë. Ndoshta sepse të dy pjesët të shqiptarisë ju na kuptoni shumë më mirë sepse për kohë gjatë ju ka munguar edhe ju Kambja dhe u Flamuri në liri. Por edhe për një arsye tjetër, unë gjithmonë kam përsëritur në Parlamentin e Shqipërisë. Shqipëria dhe Çamëria dhe Kosova u sakrifikuan në vitin e mbrapsht 1913 nga padrejtësitë historike pikërisht që të mbetej Shqipëria politike që është sot. Pra u sakrifikuar Çamëria edhe Kosova që të mbetej kjo Shqipëri politike që është sot. Por edhe i gjëm ka bërë shumë përshtypje, kam njoft kaq shumë sa që nuk e kam menduar ndonjëherë me emrin Çamëria në Kosovë. Edhe kjo më ka prek, me thonë drejtën. Kështu që për sa i përket përkatësisë, unë rrjedh nga një familje Çame. Babai im ka lindur në Çamëri. Ka ardhur në vitin e mbrapsht 1944-45 rreth 2 vjeç në Shqipëri. Pra ka qenë atë kalvar bashkë me Tim Gjysh. Në fakt Tim Gjysh s'arriti që ta shifte më Çamërinë dhe jemi vendosur në Tiranë. Nënën e kam tirancë, pra nga Tirana. Kjo do të thotë që i përkas jam edhe geg edhe tosk, po ta them kështu. Tamam siç është shqiptaria. Siç do të jetë dhe siç është shqiptaria. Ndihem po kaq shqiptari i Kosovës për hir të vërtetës, edhe për shkak që për atë që sapo thash. Sigurisht që njeriu nuk e kupton, por në momentet e caktuara, kur fillon të kupton nga kjo botë, nga kjo jetë, ti shef që ti nuk je si të tjerët. Pra, shumë herë rrëfenjat e gjyshes që ne na kam shkungul, po Çamëria është një vend shumë i bukur. Dhe sigurisht që ti si fëmijë tha, po mirë, pse na ndryshe, pse nuk jam në Çamëri ku më flisin kaq shumë gjyshe dhe gjyshja, si vend i bukur, me limon, me portokall, po pse nuk jemi atje, po ne na përzun, na vran, dhe sigurisht që këto rrëfenja kanë shënjuar jetën e çdo shqiptari të Çamërisë. Pra ne jemi rrit me këtë trysni që me ne ka ndodhur një padrejtësi shumë e madhe, por dhe me bukurinë për Çamërinë. Dhe është kaq interesante kjo gjë sa po i them një gjë kështu që besoj që është interesante. Shumë nga ne, kemi brezi i dytë, pra baba im ka ardhur 2 vjeç, unë jam brezi tjetër, por dhe çunat e mi për shkakun, ne dhe shumë të tjerë, ne kemi gjetë shtëpiat tona në Çamëri, në Margëlliç apo në vende të tjera, vetëm nga rrëfenjat e gjyshëve dhe gjyshëve tanë, të cilët gjatë gjithë kohës thënë, shikoj, shtëpia jonë është ke Pusi. Sipër Pusit është shtëpia ime për shembull në Margëlliç. Apo dikujt tjetër do shkosh në filan vend, aty ke rapi, do gjesh shtëpinë dhe shumë nga ne kemi gjetë shtëpitë tona pikërisht nga rrëfenjat e pyeta. Po për te kësaj, ka qenë një peshë, do ta quaj, ti je shqiptar i Çamërisë. Sepse ju e kuptoni paksa,
me atë që po ndodhte me spastrimin etnik që Milishevicë bërin në Kosovë, po imagjinoni që në vitin mbrapa që ishin 44-45, në fakt historia e Çamërisë daton shumë shpejt, atëherë kur thash në 1912-13, madje tamam po bëj shumë pak histori, megjithëse kam shumë për zemër. Çamëria edhe në Kongresin e Berlinit ka qenë pjesë, nuk ishte pjesë e Greqisë. Sepse Abedim Pashëdinoja, një ndër liderat e lidhjes së Prizrenit, bashkë me Byrfrashin bën lidhjen e jugut. Pra, kishim lidhjen e Prizrenit dhe në jug ishte lidhja e jugut, të cilët shqiptarët e Çamërisë nga 1878 deri në 1911-12 në luftën parë, luftën e dytë ballkanike, kanë luftuar që Greqia mos ta okuponte. Abedim Pashëdinoja, që më vonë u bë dhe ministri i jashtëm i Perandorisë Osmane, dhe një ndër negociatorët, sepse Çamërinë e kishin lënë në diskutim, ka një histori shumë bukur. Ai është nga Preveza dhe 70% e Prevezës është pronë e dinejve të famshëm. Dhe para greke e kishin lënë që para osmanëve, para greke do bisedonin, do bënin një takim në art, në park, për të diskutuar statusin e kësaj zone. Dhe ata e bëjnë takimin në shtëpinë e Abedim Pashëdinojt, pa e ditë. Dhe para greke filloi duke thënë që shiko se ne na takon Maseraja Nina që ta marrim dhe këtë pjesë, për shkak sepse ishte historia e Korfuzit. Fix. Por takimi bëhej në shtëpinë e dinevese, shtëpi e madhe, bëhej aty i 2 delegacione. Dhe kur Abedim Pashëdinoja dëgjoi pretendimet e tyre që parqet dhe artat duhet i kalonin Greqisë, u ngrit. Tha, ke shtëpia ime, ju e thoni këtë gjë, po këtë treqeku i parkës së shpronë imja, i mori edhe i futi, si thush, i izoloi në një nga dhomat aty. Tha, ju të kërkoni, guxoni shtëpinë time dhe parkën, edhe izoluan. Pastaj u ngritën ata të Berlinit të kërkuar që t'i lironte. Kur them që ka shënjuar jetët e çdo njërit pra nesh, pra këto rrofenja, mungesa dheut, mungesa identitetit. Unë mund të kem shumë gjëra këtu në Shqipëri, po atë shtëpinë e gjyshit tim ku është gjeneza ime e dum atë drejtën, dhe e kam gjetë diku është. Është shumë e shtrenjtë për mua. Por përtej kësaj, fatkeqësisht që shqiptarët e Çamërisë mos bënin dikur atë që ne po bëjmë sot. Ne u marginalizuam në kufit e qytetarëve të dytë apo tretë, edhe gjatë kohës së regjimit komunist kohës. Sidomos mas vitin 1960, nuk e di a keni dëgjuar për komplotin e famshëm të Temeseko, i cili ishte çam, ishte kundër admirali i flotës, i cili do të ashiste Shqipërinë, flotës 6 amerikane në mesdhe. Sot e parë kështu, do ishte mirë të kështë shitë, po s'kishe gjëmdorë. Sikur të ndodhte. Po, sikur të ndodhte. Por kjo, ndryshe nga gjithë komplotet e tjera, pra ne kemi komplotin ushtri, Enverhoxha këtë punë bënda, komplotin Mehmet Sheut, komplotin ushtarakëve, në ekonomi e kudo. Jo rastisht, kjo quhet komploti Çam. Pra jo i Temesekës, po quhet komploti Çam. Dhe të gjithë që për fatkeqësi ta anatemohet i gjithë këtë komunitet. Pra ka qenë këtu në Shqipëri, nuk e di sa e dini, 2 komunitete kanë qenë të marginalizuar. Ai shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Çamërisë. Pra jemi në vitin 1960. Gjithë ata Çam që ishin deri në atë kohë në për poste 2-ta, 3-ta etj, të gjithë u hoqën nga puna, nga 7-8 u vranë, dhe që nga viti 1960 deri në vitin 1991, jemi për 30 vjet, në Shqipëri nuk e pas funksionar të lartë nga komuniteti shqiptarëve të Çamërisë. Misioni im quhet Odeon dhe kur ju anonçova thash se në Odeon që vjen nga Pellazgia, Iliria deri në ditët e sotme, është nona dhe baba e teatrit. Këtu filloi teatri. Në këtë Odeonin ton le ta rrëfejmë vërtet historinë tonë, edhe kulturën, edhe a ishte kjo, këto rrëfime, por edhe vetë përjetimi i juaj në vazhdimsi, deri në vitin 1990 që u bëri, që një ditë ti rekeni punës për krijimin e një partie, nga se vetëm përmes saj po arrinit që ti nxirrnit në shesh edhe vetë historinë çame, edhe vetë kërkesat çame, edhe vetë vujtjet çame, po mbi të gjitha
një lloj fillimi i ri i evidentimit të asaj se vërtet ç'është kjo plaga çame. Sigurisht që, siç thash, çdo shqiptar i çamërisë e ka pas këtë presionin brenda dhe e ka shënjuar kjo çështja çame. Padrejtësia, pse jemi këtu, rrafenet e gjyshit, gjyshet e vrasjet, gjitha si thush ushtronin një presion në ndërgjegjen tonë, patjetër kjo është e arsyeshme. Dhe pikërisht mas partisë parë, pas dozës së pluralizmit politik në Shqipëri, partia e parë ishte Partia Demokratike në dhjetorët të 90-s dhe shoqata e parë patriotike e krijuar në Shqipëri më 10 janar të vitit 1991 ishte shoqata patriotike Çamëria, e cila do të plotësonte këtë boshllëk 30-40 vjeçar. Dhe ata sot ne kemi shumë mjeta në dorë, edhe interneti. Ata kishin vështirësi, ata burra e gra që krijuan shoqatën Çamëria në janar të 1991, nuk kishin as mundësitë më të vogla për ta përhap Çamërisë. Dhe unë kam quajtur këtë pjesë që ne duhet ta kombëtarizonim një herë çështën e Çamës. Sepse prej 30-40 vjetësh në regjimin komunist nuk flite për Çamërinë, nuk flite për Çamërinë. Dhe nuk do ta rikthenim dhe një herë këtë vërtet madh. Dhe kjo është arsyeja pse shoqata e parë patriotike në Shqipëri, mas Partisë Demokratike dhe partitë të tjera politike, ka qenë shoqata patriotike Çamëria. Njëkohësisht, unë në atë kohë kam qenë student, dhe unë kam qenë një ndër ata studentët e dhjetorit, që në ballë të asaj lëvizjen grevturisë etj, që mundsuam ndryshimin e regjimit në Shqipëri. Dhe po të shohësh çamët për një kohë të gjatë, edhe sot e kësaj dite janë dhe dallojnë për antikomunist, se ne për shkak të kësaj që sapo thash. Dhe u bë një punë shumë e madhe nga këto burra e gra të cilët vendosën themelonin shoqatën Çamëria, pra për ta risjellë çështën Çame, historinë e saj në radhë parë për shqiptarët. Imagjino se ku ishin. Me shumë vërtetësi, me thënë drejt. Derisa vim në vitin 2004. Në vitin 2004, shoqata Çamëria, Çamët ndërkohë votonin kryesisht të djathtët, po dhe Por ishte shoqatë. Po ishte shoqatë. Ishte vullnet. Po arrinit të depërtonit atje ku duhej. Në vitin 2004, ata bën një tentativë dhe folën me gjithë forcat politike që ishin në parlament për bërë një rezolut për çështjen shqiptare të Çamërisë. Ran dakord me forcat politike, por ditën që kjo do të miratohej, jo vetëm që u rrëzua dhe nuk u miratua, apo u shpall e tillë, por antarët e Komitetit Shqiptar të Çamërisë u rrahën në dyert e parlamentit të Shqipërisë, jo të Greqisë dhe të Serbisë. Dhe janë ca pamje të Shqipërisë. Dhe janë ca pamje të gjakosur aty që pse kërkonin që miratoj rezoluta e për çështjen e shqiptarëve të Çamërisë në Parlamentin e Shqipërisë. Këtu kemi qenë. Ky është momenti ku këta burra të mençur vendosën dhe kuptuan që për të shtyrë përpara këtë kaos duhet shtyhen nëpërmjet prezencës në politikë. Fiks. Dhe krijuan partinë e parë. Unë ndërkohë në vitin 2005, mas një përvoje edhe në administratën shtetërore, kam qenë drejtori i përgjithshëm të tatimeve, i doganave në Shqipëri. Kam luajtur futboll më herët me Tiranën, profesioniste, jo kështu. Futbollisti e studenti i Tiranës. Po. Dhe unë në atë kohë isha deputet i Partisë Socialiste në vitin 2005. Po shifja e ndiqja gjithë aktivitetin e shoqatës, edhe këtë momentin e 2004 se kam përjetuar jo mirë. Dhe u kriju partia e parë Çam. Sigurisht që nuk mund të them që më pengonin në Partinë Socialiste. E para nuk më pengon dhe do të njëri për identitetin tim. Por si do që jetë nuk ka qenë lehtë. Dhe unë kam majtë disa herë fjalë, artikulime, për herë të parë kam kërkuar 1 minutë heshtje për çështën Çame. Kam bajt një fjalim që për mua ka qenë kaq emocional, sa që dhe tani mas 20 vjetësh po të më pyesësh shpëtim kush është fjalimi më i mirë, jo të them atë. Ajo. Të vitit 2006. Bile mishëm kujtohet është këta gjeta, ta kem, por kuptova që ishte pamjaftueshme. Pra unë isha deputet i Partisë Socialiste, nuk kisha pengesë, po maksimumi do flisja, do kërkoja, do ishin këto momentet e kulmore të datat e shënuara. Atëherë, në vitin 2009, në mandatin e dytë, unë vendosa që të krijoj Partinë Çame, që u bashku me partinë tjetër, sepse i kam thënë gjithmonë vetë, shiko,
mund të rish në politikë, edhe gjatë. Por mua si shqiptari Çamërisë, por dhe më përvojë politike, unë ndjeja shumë detyrim, kaqë shqiptarëve të Çamërisë, që t'i përfaqësoja për shkak vetë eksperiencës. Se ne shqiptarët kemi gjohë, tani është kampionati botror, ne e shohim gjithë blu, Brazili e këto të tjeret, edhe ne gjithë japim men. Pra jemi gati të vetë shpallëm edhe ne futbollistë Brazilit apo të këtyre tjerë, kaq zot na duket vetë. Ky është një fush ku do dije, determinacion, pra dhe politika ka rregullat e veta. Dhe kështu që unë vendosa që të investohesha dhe të bëshe kryetari i partisë Çamën për t'i dhënë një kuptim dhe kam bërë shumë mirë se mund të rria si ekonomist, mund të rria si çfarë dush, çfarë doni ju, por absolutisht shumë herë ja them edhe se edhe PDU është i parti atipike, nuk është si parti do të majtë të tjetër. Pra ne jemi për këtë kaos për shtypur përpara. Edhe sigurisht në politikë ke bryla, momentet mira, momentet kia, edhe ka herë dhe mërzitën njerë, dhe them çdo këtë kam shumë sinqerë, them gjë. Çdo njeri që ka ardhur këtë botë, Zoti ja u ka dhënë rrezikun. Dje do rriten, do bëjnë kalamaj, do bëjnë shtëpia, do hanë bukë, do zhvillohen etj. Por lumsi ne dhe lumsi ju që do mbajmë mend që përveç se kësaj rrugtimi që ka bërë çdo qenie njerëzore, do themi po, ne bëm tonën edhe bëm gjithçka për kauzën e shqiptarëve të Çamërisë, që na jep ne gjithë identitet. Zotëri Drizi, PDIU, Partia e Drejtësisë, Integrim dhe Unitet, u bë jo vetëm zëvendëse e kësaj plage që unë e quaj gjithë shqiptare, plaga Çamë, por u bë edhe një autore dhe kreatore e aktiviteteve konkrete, e projekteve konkrete, siç është realizimi, gjithësisht aprovimi, miratimi, votimi i rezolutës në parlamentin shqiptar për çështjen Çame, varrezat në Klogjer, edhe botimi dhjetra librave dhe sigurisht iniciativat që këto gjëra të futen edhe në kurrikulat shkollore, në mënyrë që historia jon të jetë e plot. Më kujton gjithmonë një shprehje të Bismarckut. Sigurisht nuk është personi i përshtatshëm për ne, i cili thotë që shpreha më e qëndrueshme e historisë është gjeografia. Pra, ne vazhdimisht kemi evokuar që Çamëria ka një kontinuitet iliro, shqiptar, arbëror dhe shqiptar. Se po t'i kthejmë dhe historisë, po jo them një gjë interesante, për shembull Skënderbeu, heroi jon kombëtar, edhe për kënaren me ato dy e ka pikërisht nga Pirro i Epirit, dhe emri, titulli zyrtar i Skënderbeut ishte Princi i Epirit dhe Zot i Arbrit. Se Arbri nuk ishte kaq i njohur në atë kohë. Dhe pse? Pra e quante veten pasardhës të Pirros Epirit, sepse gjatë okupimit romak, prej rreth 7 shekujsh, nga Dardania e deri në zonën e Epirit, e gjithë kjo ishte në njësinë administrative Epiri i Ri. Pra 700 vjet njihe që ujdhesa ku jetonin dhe shqiptarët, ishte njësia administrative Epiri i Ri. Pra Epiri ishte i njohur dhe në mënyrë administrative. Dhe pikërisht Skënderbeu kishte titullin zyrtar Princi i Epirit dhe Zoti i Arbrit. Dhe unë në një fjalim në Parlamentin e Shqipërisë kur i drejtohesha deputetëve shqiptar, ja tregoj këtë gjë, mos e keni komplekse, ne nuk mund t'ja heqim dot një bri për kreqnare së Skënderbeut, por kuptoni që detyrimi për të folur për Çamërinë është për ne identitet, është dhe dinjitet. E tregova këtë gjë për thënë që na është dashur ta vazhdoni këtë kombëtarizimin. Dhe sigurisht që një ndër gjërat për cilët unë jam shumë krenar ka qenë ngcimi i varrezave monumentale të Klogjerit. Pra 1 kilometër në territorin shqiptar, sa hyn nga Greqia. Në vitin e mbrapsht 1944-45, këta që u shpërngulën, vinë në territorin shqiptar, ulen me një fush djerë në vapën e 27 qershorit që ne ndjejmë çdo vit kur shkojmë atje, dhe mas 3 muajsh 2900 prej tyre nuk e ngret më. Për i gotë ujë, për smundje, pra kryesisht pleqje fëmijë. Dhe sigurisht që kur kam shkuar 2 herë të para, kam pa i fush djerë, ishte edhe i gur aty që madje ata aty nuk thonin as në emër, varrezat e Çamëve,
po përdorin varrezat e atyre. Atyre që kanë. Po. Është shumë interesant dhe më ka bërë përshtypje. Dhe pastaj ne vendosëm, unë kam qenë shumë determinues në këtë pikë edhe kam bërë betim tash, ne do i bëjmë këto varreza, sepse jo thjesht se vetëm si detyrim njerëzor për të parë tanë, gjithë ne kanë nga një afër, por mbi të gjitha për të vendosur një pikë që thonë ku është çamëria, ku është tragjedia e shqiptarëve çamërisë, ku është kjo masakër që ju po thoni, ja ku e keni, dhe unë e kam quajtur gjithmonë Meka e shqiptarisë. Aty kush ka qenë e ka parë, është një vepër monumentale, e cila është më e bukur mas varrezave nën Shqipëri. Pra ka një monument dhe kemi shkruajtur dhe emrat e gjithë atyre që kanë qenë. Kjo është një vepër që ne do ikim, ajo vepër monumentale bashkë me varrezat, bashkë me ndërimin e tyre do që ndrohet. Dhe historia bashkë me ta do mbetet. Absolutisht. Akti i dytë që unë kam qenë shumë i vendosur ka qenë në miratimi i një dokumenti relevant për politikën shqiptare, siç ka qenë rezoluta për shqiptarët e çamërisë. Nuk ka qenë lehtë, ka bërë disa mbledhje në Komisionin e Jashtëm, ishte vështirë biletim lidhje deputetët, dikush thotë po na prishën në Greqinë, dikush thotë jo po prit se Bashkimi Evropian, gjëra të tilla. Dhe praktikisht një gjë më ka bërë shumë përshtypje, arritëm ta realizojmë më në fund. Dhe kur ne kemi një qeveri shqiptare e cila ta ketë qartë që pushtetarët tanë janë aty për të përfaqësuar dhe për të mbrojtur interesat e Shqipërisë dhe shqiptarëve, sigurisht është një dokument relevant shumë i rëndësishëm. Obligus. Por çështja shqiptare e çamërisë ka të bëjë me një gjë që, me thënë drejtën, sa herë që mendoj më jep një ndjesi çuditshme se si mund të jemi ne kështu. Ju keni gjuhur për ligjen e luftës që Greqia mban në këmbë të Shqipërisë. Po. Shekullin 21. Po, ka dhe gjë më të rëndë akoma. Pra bëhet fjalë në tetor të vitit 1940, Shqipëria ishte pushtuar nga Italia fashiste dhe italianët e Mussolini sulmojnë Greqinë. Ne nuk kishim atëherë nuk kishim pavarë, pra s'kishim ide se ishte fashizmi, dhe Greqia i shpall luftë në 1940. I shpall luftë Italisë dhe kolonive të saj, ky është motamot titulli, Italisë, kolonive të saj dhe Shqipërisë. Pra ka këto tre pjesë. Se që hyte Shqipëria aty ne ishim vetë një okupuar. Dhe ky ligj vazhdon sot e kësaj dite. Unë i kam quajtur gjithmonë disa diskutime të idiotëve dobishëm të Athinës. Rreth 10 vjet dila nëpër televizionet shqiptare dhe i thoja shiko ka një shkresë të Ministrisë së Jashtme greke drejtuar ambasadës sonë në Athinë që thotë ligji 35 26-35 vitin 1940 është në fuqi. Për ligji luftës është fuqi, e thonin grekët vetë. Këtu kishe diskutime të idiotëve dobishëm të Athinës që thonin, po jo, shiko se ne kemi traktat miqësie, po s'ka mundësi që ata të bajnë një ligj lufte, po kjo është atavizëm. Dhe mua më duke sigur i tregoja nëpër ekrane politikës shqiptare dhe shqiptarëve luftën ndërmjet Zelandës, Raret dhe Australisë, jo të Shqipërisë, e cila afektonte direkt dhe çështjen e shqiptarëve të çamërisë. Sepse ne në 53 bëm shtetat shqiptare dhe kemi një vend duke qenë në luftë ne me Greqinë dhe heqja e ligjit luftës na rivendos ne të drejtën për të kërkuar pronat tona. Pra ky është diskutimi. Nëse në një moment më kujtohet që ministri i jashtëm Panariti e tha ja kërkoi parës greke heqjen e ligjit luftës, i ndjeri president Bujar Nishani dhe pastaj filluan me radhë. Derisa arritën në një pikë që para një 7-8 vjetësh për herë të parë ministri i jashtëm i Greqisë Kocias dhe pastaj dhe homologët e tij e pranuan që ka një ligj lufte midis Shqipërisë dhe Greqisë. Dhe e quajtën atavizëm, e quajtën një budallik historik. Dhe kanë ja 7-8 vjet që çdo ministër i jashtëm që vjen në Shqipëri na e premton këtë gjë. Se do ta heqë, po bukurie. Mirë pa i mbetet aty. Po për tek saj, në vitin 2025, para një viti, para 2 vjetësh, që ishte edhe 8 vjetori i masakrës mbi shqiptarët e Çamërisë, unë dhe deputetët e tjerë të PD-s marrim një nisëm në Parlamentin e Shqipërisë, që Parlamenti i Shqipërisë, për herë të parë, mas 86 vjetësh, ti drejtohej dhe ti kërkonte Parlamentit të Greqisë, se ne jemi sovrane, që të hiqte ligjin e luftës. Dhe me thënë drejtën, jam shumë falenderues të dy krahëve të politikës, mas negociatave grupet parlamentare, kjo është një deklaratë e Parlamentit të Shqipërisë e miratuar
me 94 vota. Tani ka një pyetje që legjitime, po mirë, çau bë me këtë? Asnjë gjë. As para shqiptare e përmend, as para greke e përmend. Pra, për herë të parë kemi një qëndrim, ama sikur mbetet i heshtur, ku është ne për herë të parë sovrani kërkon Parlamentin e Greqisë që ishin i ligjin e luftës, madje obligon që Parlamentin e Shqipërisë, qeveria shqiptare çdo 6 muaj ta informojë se çau bë me këtë çështje, se është një ndër çështjet themelore, dhe aty është parashikuar që Shqipëria, shteti shqiptar, duhet të njoftojë për praninë e kësaj anomalie dhe NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Sepse unë përdor një shprehje. Ore, nuk do Greqia, po ne nuk jemi në këtë kohë që jetojmë, ne jemi vend i integruar. Pra ne jemi antar të NATO-s dhe jemi kandidat për Bashkimin Evropian. Greqia është kandidat, është antare. Ne nuk jemi më thjesht një marrëdhënie bilaterale. Pra, premti me Robinson Crusoe janë nishur të dy aty dhe Robinsoni thot premti X du. Jo, nuk është kështu. Sepse mjaftoi që para shqiptare të shkojë në ministerialin e NATO-s, në mbledhjen e parë të NATO-s, apo aty në Këshillin e Evropës, apo kudo që jemi të shturë dhe thotë, zotëri, ne kemi negociuar me palën greke, ata kanë pranuar. Ne kemi detyrim nga Parlamenti i Shqipërisë, detyrues për ministrin e jashtëm, për qeverinë shqiptare, që hajde të diskutojmë tani jo më bilateralisht, por në një summit të NATO-s apo më shumë se sa kaq. Pra, ne jemi munduar të krijojmë disa instrumenta që ditën që do kemi një qeveri patriotike, identitare, por duhet shtoj dhe i gjë tjetër. Pa harru se që kemi bërë për saj. Shumë herë na thonë, për na kompleksuar, që shiko se nëse ne kërkojmë Greqisë që është në çame, ne po prishim marrëdhënie me Greqinë. Në fakt, marrëdhëniet shqiptare-greke s'kan qenë asnjëherë të mira. Gjithmonë kemi folë për i ligj luftë që ata e mbajnë. Ata kanë pas gjithmonë kërkesa që Shqipërisë dhe kanë realizuar. Breva rrezit ushtarëve grek. Ato dihet që ata janë në varra pa kufoma. Pa kufoma. Dhe janë në shkelje dhe të konventës së Vjenës mas luftës parë botërore. Se ka një histori që më zgdesh të merrem gjatë dhe direkt. Mas luftës parë botërore, shumë nga ushtrit respektive që kalonin kufit dhe binin ushtarët në një vend tjetër, kishin obligimin që ai shteti tjetër t'i bënte varrezë njerëzore. Por u pa që gjithmonë këto bëshin shkak për irredentizëm. Madje deviza greke është aty ku kam të rënët, aty unë kam atë dheun. Sepse, për ta rregulluar këtë gjë, konventa e Vjenës, thot i gjë tjetër, thot përveç një lapidari, monumenti, të gjithë duhet t'ia çojnë shtëpive, dhe sot se kuptoj për shkakun. I bëhet ADN-ja atyre ushtarëve grek që hynë në territorin shqiptar, si pushtues në fund të luftës së dytë botërore, dhe nuk i marrin t'ia çojnë familjarëve tyre, po i lënë këtu. Për çfarë i lënë këtu? Pra, kjo ka krijuar tension. Çështja e detit. Ne mund të që hudhi gjykata kushtetuese. Më fal, nuk ka Shqipëria më për t'i dhënë Greqisë. Pra, Greqia shkolla. Kërkon shkollat greke shumë mirë. Ne kemi njohur minoritetet që në vitin 1927, Mbreti Zog, kur bë pjesë e lidhjes kombës, detyruar të njiste 87 fshatra. Po më thoni, a mund dhe ti shef këtu dhe dëgjon debat për Imarën, çfarë është Imara? Po mirë, i them, e përdor dhe unë si shpesh. Shqiptarët e Çamërisë, unë jam nga Margëlliçi, në Çamëri. Prevezën, artën e njohin gjithë. Si ka mundësi tash që unë jam anë, Matan dhe disa me kërcim në Shkop, pasenar grek në Himar. Në Himar. Që s'ka kur debat se qa është zona e Pirë, që është vazhdimsi e Iliro, Pelasgo, Iliro, pastaj arbërore dhe shqiptarëve të Çamërisë, ku dihet shumë mirë nga historia që fiset e kaonëve, mollozëve dhe thesprotëve bënde lidhjen e periodë, për shembull, japun një gjë që është prapë interesante. Mas dyndjeve slave në Ballkan me Çar Dushanin, në vitin 1320, 1340, 1350, për herë të parë, dyndjet slave në Ballkan kanë ndaluar në Epir, pra në zonën e Çamërisë, që ne kemi lidhjen e periote, është shumë interesante, vetëm këta i mundën, i ndaluan, me udhëheqës Despotati i Artës, me udhëheqës Gjin Bue Shpatën dhe Pjetër Loshën. Është shumë interesant dhe emrat që tregon një kontinuitet që nga Molla e Kuqe deri në Çamëri. Pra kishin këto emra.
Pra, ky vazhdimsi dhe kontinuitet historik, politik, dhe këto dokumenta relevant për të thënë që nuk ka debat midis nesh kush ka jetuar dhe kush jeton sot e kësaj dite në zonën e vazhdimësisë Iliro e Pirioto edhe shqiptarëve të Çamërisë. Po mbajtja e kujtesës historike, libra, aktivitete pafund, për ta rikthyer dhe aty. Po në fakt në një moment na duhet të kalojmë në fazën e dytë ndërkombëtarizimit çështjes së Unë kam pas një dilemë veten time. Sigurisht jam munduar të lexoj gjithçka për historinë e Çamërisë, por dhe gjithçka që ishte botuar deri në atë kohë për çështjen juridike, për detaj pronës, lëvizjes lirë etj etj. Sa keni mrri në këtë drejtim, në ndërkombëtarizimin e kësaj? Këtë do filloj. Sepse dua të vi tek pyetja pse foli komisioneri Han. Do vi dhe aty, po do vi një gjë më interesant. Sigurisht që rrytja e fortë e identitetit tonë bashkë me shoqatën Çamëria, pra ne gjithmonë kemi qenë një. Pra, le të themi, po juaj ishte krau politik i shoqatës Çamëria. Por mu vetë personalisht mas disa kohësh më mundonte gjithmonë një pyetje. Thoya, po mirë, çështja e shqiptarë Çamërisë është thjesht identitet, pra këngë, valle, histori të fortë, apo ka zgjidhje me pamje juridike? Dhe sigurisht që mora shumë të ulëmtojnë këtë kohë, dhe kuptoha që nga pikpamja historike ishte plot, nga pikpamja diplomatike po ashtu, nga pikpamja drejtës ndërkombëtare, që është çështja e prona, sigurisht që ne nuk kishim ekspertizë. Dhe masi shkova në shumë pyeta kush ishte marrë me këtë punë, ç'a kishte deri në atë kohë, kuptoha që kjo është çështje e drejtës ndërkombëtare, të drejtë njeriut dhe fatmirësisht e kam gjetë zgjidhjen në Kosovë. Në Kosovë unë takoj Karim Khan, që sot është prokurori i përgjithshëm i Hagës, i cili në atë kohë, masi kishte mbrojtur Ramush Haradinaj, kishte mbronte Fatmir Limën. Jam ulë me të, është nga studiot më par excellence, po edhe niveli shumë i lartë, prandaj sot është prokurori i përgjithshëm i Hagës, e ftoi në Shqipëri dhe filloi t'i tregojë historinë e Çamërisë. Masi ja tregova, më thotë shikoj me shumë pasion, po më thotë, po çudi, se kam dëgjuar ndonjëherë këtë histori. Më duan fakte, më shumë. Edhe çudi që kjo histori tani nuk është kaq e heshtur se njeh njëri në Europë. Dhe më kujtohet që qenë viti 2011, që kalu shumë vite tashmë u bën. Goxha. Po. Për mund duket se kanë ndje, dhe i organizojmë një takim me disa të mbijetuar. Pra, deri në atë kohë ne flisnim për dëshmitar okular. Edhe i organizojmë në Vlorë një takim me shumë që fillonin gjithë tregonin rrofimet e tyre personale apo tregimet. Të gjitha ishin, me thënë të drejtën, shumë të rënda histori, në vrang këtu, fëmijë, njërën, tjetër. Po nuk e harroj një, edhe shumë herë mundohem që edhe në ekran mos ta them si histori, po që këtë avokatin anglezi goditi shumë. Se unë çu njëra, tha, unë po i tregoj historinë e Xhaxhesës, nusës së Xhaxhait, e cila ishte shotza, i nxorën fëmijë nga barku, me bajonet dhe i futën të pusë dhe veta në bark. Prandaj unë edhe nuk dua bile ta tregoj për media. Edhe se është rënë që nga këpami njerëzore dhe në këtë moment ky avokati anglez u shokua. Dhe filluam me këtë. Pra filluam të eksplorojmë në kuptimin e të drejtës ndërkombëtare për çështën e pronave më shumë se sa kaq. I marr disa vjet, madje një ndër avokatet, s'po e them me emër, që mbron një ndër herojt e shqiptarisë dhe që e kam fjalën për komandantët e UÇK-s janë Hag, ka qenë një involvuar në ekipin për çështjen Çam. E kam fjalën për mbrojtësen e Jakub Krasniqit, zoti Jakub Krasniqit. Ajo zonja ka qenë involvuar edhe në ekip tjetër për 70 vjetësh, ish prokuror dhe ish gjykat Hagës. Dhe ata na kanë dorëzuar një udhërrofys se kush janë hapat që ne duhet të bëjmë. Por sigurisht ne kemi kërkuar që këto hapa t'i bëjmë bashkë me qeverinë shqiptare. Dhe kemi thënë, dëgjoj, ne jemi shtetet shqiptar. Kjo loja po e quaj kështu që ne i themi Greqisë, Greqia thotë se ekziston etj, nuk mund ta vazhdoni dot më. Ne jemi shtetet shqiptar, ne duam të përfaqësohemi në gjykatën ndërkombëtare nga avokati i shtetit. Por dhe kostot i mbaj avokati i shtetit dhe ne ta kthejmë këtë në një çështje reale zgjidhjesh. Ktu është lënë. Nuk kemi avancuar dot. Jo me Greqinë, me panë shqiptar. Krahas saj, padyshim kam qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kongres, në Departamentin e Shtetit, kudo.
Dhe në një moment, bashkë me qeverinë shqiptare, bashkë me Ministrin e Jashtëm Ditmir Bushati, kemi lëbuar shumë në Bashkimin Evropian tek komisioneri Zjerini. Pra, fillohet të lumëtoj që kush janë zgjidhjet, rrugët e zgjidhjes. Padyshim që rruga e parë është diplomatike, kjo është çështje politike, shteti shqiptar duhet na përfaqësojë dhe marrëdhënie me Greqinë apo dhe më shumë se kaq. Po ne arritëm të bënim një lobi shumë të rëndësishëm që për herë të parë Bashkimi Evropian nëpërmjet Komisionit të Hanë lëshoi një non-paper ku njihte që çështjet e Shqipërisë me Greqinë janë çështja e ligjit luftës, çështja e çamave dhe çështja e pensioneve. Pra, zyrtarisht ata për herë të parë e njohën si problem midis nesh që duhet zgjidhur. Masja 5-6 ditësh, kryetari i kuvendit i kohës shkon në Greqi edhe i deklaron palës greke që ja ka fut kot Hanit, s'kemen e çështje. Pra, Çështjet hapur. Kryetari i kuvendit i Shqipërisë i thotë që ai Hani ja ka fut kot. Përveç që gjithë media greke bashkë majtë djathtë dhe masakronin komisionerin Han. Për shkak të vokacione, unë kam parë gjithmonë çështjen çama, jo thjesht dhe vetëm si çështje tonë. Madje të them një gjë që ndoshta mund të shkëmbejmë me njëri tjetrin apo për audiencën. Unë gjithmonë kam pas besuar që siç u bëm gjithë bashkë me çështën shqiptare të Kosovës, për çështjen e Kosovës. Jemi këtu faleminderit Zotit edhe atyre djemve dhe vajzat të ÇK-s, po edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo që ishte pa menduar, mas 100 vjetësh, arritëm që ne kemi sot një Kosovë të pavarur. Është edhe për ne treguese që po të jesh konsistent, do ta realizosh synimet. Por mbi të vërtetën. Mbi të vërtetën, padyshim, tani ne nuk un po tregoj historinë e babait tim, jo të Skënderbeut. Si jemi nuk është kaq larg. Atë që ka shënuar jetën time, jo rrethënjat, por nëse ne shqiptarët bëjmë gjithë bashkë për çështjen e Kosovës, unë kam menduar që ne shqiptarët na duhet gjithmonë një çështje identitare ku ne bashkohemi, ja? Flamuri, kambi, gjuha etj. Si pikat përbashkëta. Dhe unë kam menduar gjithmonë që çështjen çame ta quaja çështje kombëtare. Jo ta quaj, po është çështje kombëtare. Se po e lesh vetëm çështje të çame, ama ta zgjidhen ata çame. Dhe kam desh shumë, dhe nuk e di pse nuk e kemi arrit, që ne të ishim gjithë bashkë, siç u bëm për çështjen shqiptare të Çamërisë, të ishim edhe për çështjen e Kosovës. Po ne shqiptarët shumë herë ato që fitojmë luftë, i humbasim paqe. Kam thënë në Parlament Shqipërisë, thënë dhe sot, nuk e kuptoj këtë, pse Shqipëria dhe Kosova nuk i bëjnë imagjinare kufit, jo vetëm për verë. Nuk e kam kuptuar kur që, ose gjithmonë mendoj që shiko, Shqipëria dhe Kosova, politikën e jashtme, politikën e mbrojtjes, një strategji kombëtare, do ta kenë padyshim të përbashkët. Pra ne mund të kemi çfarë dush veç, por Ministrinë e Jashtme do të kemi një projekt kombëtar? Do të kemi një, po padyshim, se kot më ufshet mas gishtit, por që fillon nga gjërat e vogla. Se kemi dalë edhe me këtë. Kryeministrin tuaj. Me Albin Kurtin, Po shumë. në Klogjer. Ka qenë me nën Në një Klogjer moment disa kur herë. keni qenë numri më i madh. Po. Që tingëllon e pikë historik bashkë si disa herë takim. kaq të mëdhej. Por Arbër Xhaferi kishte flisë për komunitetin ekonomik shqiptar. Unë kam pas shumë për qejf këtë test. Pra ja këta që të bëjmë një referendumet i bashkojmë se pra ne do ta fillojmë nga gjërat e vogla, të kalojmë ke gjërat e mëdha. Për shembull, kam thënë Parlamenti i Shqipërisë, kush na pengon ne që ne të kemi një strategji që të integrojmë ekonominë e Shqipërisë me të Kosovës. Themi Shqipëria ka turizëm, Kosova ka qymyr, ka shumë përparësi të tjera dhe hajtë integrojmë dhe ta bëjmë ekonominë shqiptare jo për 2 milionë e 3 milion, po për 5, 6, 7 milion. Nuk la pengon njëri. Madje kur thonë këta Bashkimit Evropian që ju do të rrisni kapacitetet midis vendeve të Ballkanit, po shumë ata bëjnë ushtrimin me Kosovën. Me çfarë koncentrimi, edhe spektatori në sallë e kanë ndjek këtë bisedë të jashtëzakonshme. Eci me pak marketing dhe rikthehemi. Zoti Idrisi, jemi në 82 vjetorin e masakrës së popullsisë çame, të popullit çam. Të kësaj pjese për mua të Shqipërisë, edhe si popullsi edhe si gjeografi që e thoni vetë. Tani më intereson bashkëpunimi i juaj me shoqatat Çamëria, që megjithatë për fat mirë, si thirrje kujtesës, janë bërë
Gjithandej, sidomos në Kosovë, një shoqat që unë e kam përcjell në punën e saj, në tendencat e saj për sensibilizim të përhershëm të popullit shqiptar me historinë qame, me plagën qame, me masakrat qame, dhe cili është bashkëpunimi juaj, në çfarë nivelesh, si ka filluar, si e keni mbaj dhe si e mbani? Për mua personalisht, po besoj që edhe për çështën qame ka qenë shumë e rëndësishme për krajë dhe mbështetja që ne duhet kishim, pra mos ishin vetëm. Dhe në këtë kuptim, unë jam shumë i njohës shoqatës Qamëria Kosovë, bashkëpunim për të për shumë vitesh, kemi gjithmonë në të njëjtën sinkron, dhe për ne është shumë e rëndësishme mbështetja e shoqatës Qamëria të Kosovës. Pra, ne nuk jemi vetëm, por dy pjesët e shqiptarisë, Kosova dhe Qamëria, na duhet tani të, si dy krahë të Shqiponjës, na duhet të ngejmë çik Shqiponjën tani në fluturim drejt kësaj. Pra, për kraja, mënyra se si ne kemi bashkërënduar punën e gjithë kësaj kohe, ka qenë gjithmonë për t'u lavdëruar dhe për ne ka qenë dhe është shumë e rëndësishme. Në dy shoqata unë jam investuar, personalisht i kam parë shumë të rëndësishme. Shoqatën Patriotike e Qamëria në Kosovë, prandaj kam dhe këtë dijenin që ka shumë në Kosovë që kanë emrin Qamërie, nuk e gjenë në Shqipëri. Apo që në Kosovë ka shumë Qamëri, sepse ne të dy krave na ka mungu atë dheu e kombi ca kanë gjetë gratis, dhe e dyta ka qenë në krijimi i shoqatës Qamëria në Turqi. Pra, ne kemi arrit në vitin 2014-2015, unë kam shkuar dhe kemi kriju shoqatën Qamëria në Izmir, të cilët kemi takuar atë pjesë të Qamërisë e cila u shpërngun nga Qamëria mas traktatit Lozanës në vitin 1123. Pra unë e dija nga historia që në 123-shën, duke i qujtë turq që kanë marrë një pjesë shumë të madhe, 20-30% popullsisë kanë qenë në Turqi në Izmir. E dija nga historia, pastaj duke pyet, duke bo, gazetari Sokol Braj dhe shumë të tjerë, arritim që t'i gjem. Jam knaq, sepse ti takoje, ishim dy pjesë, pra ne shqiptarët të Qamërisë në Shqipëri dhe ata që ishim shpërngur drejt Turqisë, që takoheshin mas 99 vjetësh. Dhe të dy ne flisim të njëjtën gluhë. Qish je, qish vajte, qish shkon, nga të kemi mordjal. Pra, koha kishte ndaluar. Po këtë kam ndjerë kur ata na pritën me shumë kënaqësi, ne hapëm shkollën shqipe atje që vazhdon sot e kësaj ditë, dhe pjesa e artit është Tumankuqja, Osman Taka, vallet që i bashkojnë kolanës së vlerë të gjithë treve shqiptare, edhe janë të njohura, dhe ne fillum të kërcym ata, sikur 99 vjet ishin zero. Të dy kërcenim dhe këndonim të njëjtën gjë, flisim të njëjtën gjuhë, dhe kjo është shumë interesante dhe shumë e rëndësishme. Pra, sa më shumë Qamëri të ketë në Kosovë, ke shqiptarët e Maqedonisë, ke ata që janë sot e kësaj dite në Qamëri, apo në diasporë, unë mendoj që kombi duhet të frymëzojë njësoj. Për këtë arsye, shoqata Qamëria dhe PDU ka qenë gjithmonë në përkraje të gjithë interesit shqiptar kudo që ata janë. Për shembull, nuk është rasti që unë duke qenë pjesë e delegacionit shqiptar në Këshillin e Evropës, kam qenë i vetmi deputet shqiptar dhe antar i delegacionit shqiptar që kam bërë debat dhe kam kundërshtuar raportin e Dikmartit. E kisha pyetje në vazhdim sepse të mbaj mend për të tillë. Madje më vjen keq, po kam qenë kështu një parashikues, unë bëra thirrje atëherë, një parashikues që do doja që mos dilin parashikim, sepse e mbaj mend mos se çka kam thënë, se mos në një pjesë i lidhur me Kosovën. Duke u nis nga historia që ajo që kishte ndodhur me shqiptarët e Qamërisë, pra që ne na vranë, na përzu për 30 vjet, nga 1913 deri në 44, është e fundi 44, ne përmendim 44, po ka filluar që në 1913, na vranë, na prenë, jo në luftë, në për shtëpia, 20% e popullsisë, 80% ishte spastrim etnik, dhe në fund fare jo po bashkëpunëtori gjermanit që ishin. Që ishte e fundit? Se kjo ishte bërë që nga 2013. Po, pra, në paralelizëm, unë kam thënë motamon, unë e di shumë mirë se shqiptarët e Qamërisë, që shtetet cilët kanë aftësi shumë të madhe propagandistike se ne, arrin të përmbysin të vërtetat mëdha. Dhe kisha për vërtetën për Qamërinë. Po praktikisht, unë nuk e mendoja kur që
po thoja aty, dhe këtu e kisha qëllimin, që shtete shumë fuqish me propagandë si Serbia, do arrin të përmbysin të vërtetat mëdha, po nëse vërtetat e çamërisë 86 vjet, kjo e Kosovës ishte 70 vjet akoma, pra ne sot nuk po flasim për krimet e Serbisë. Ne sot kemi për mua ata heroj të cilët morën pushkën e luftuan për atë e tyre, komandantët e kam fjalën për Hashimin, Kadriun, Jakupin dhe Recep Selimin, që të cilët janë herojt e Shqipërisë, ata janë në Hag. Në Hag do të ishte zëdhënësi dhe ministri i Miloševićit. Çka kemi bën ne? Çka ka ndodhur me ne shqiptarët? Shumë herë kanë thënë gjithë qeveria të Kosovës që pse nuk i merrni ato fotot që mi veshin aty ke gardi i qeverisë dhe të bëjnë një muze si Holokausti që kanë 60 vjet që e bëjnë e bret për t'i kujtuar kujdo se çka ka ndodhur në Kosovë, por për të kujtuar si kujtesë historike që edhe mos ndodhin më gjëra të tilla. Pra, unë e thoja nga përvoja si shqiptar i Çamërisë, po kur të them drejtën nuk e mendoja që do ndodhte kështu me Kosovën. Pra, ajo që po ndodh sot me Kosovën që duke sikur po godet themeret, ne se kuptojmë akoma ndoshta mirë. Ne shqiptarët e Çamërisë kemi provuar mbi kurizin tonë. Dhe prandaj unë kam pas këtë vokacion atëherë në Këshillin e Evropës. Po ne po kaq zëshëm kemi qenë për shqiptarët e Maqedonisë. Klubi Patriotëve të ri, pjesë e PDU-s, në vitin 2013, mos gabojmë, ka bërë një protestë për gjuhën shqipe tek ambasada maqedonse në Shqipëri. Atë që po bën tani. Po kaq zëshëm kemi qenë për shqiptarët në Malzi. Pra kudo ku ka qenë, ose vinë politikanë shqiptarë, deputetë dhe më shumë se kaq dhe më takojnë dhe më thonë, shpëtimo, tani po e kuptojmë ne, pse ti bën kështu për Çamërinë, sepse kemi qenë për pushime në park, Ardh dhe Mvol, dhe aty shohim që jo, dhe që është mrekullisht e bukur, vazhdimi i kontinuitetit të Sarandës e Konisporit, po thonë, ata gjithë flisin shqip. Po mirë them unë tani, ai pa që ishte tokë shqiptare, ai ishin shqiptarë ata, ai ishte shumë e bukur. Po kjo nuk është e imja më, kjo është e gjithë. Dhe kur të vini këtu, mos rrini me arra në gojë që se përmenin çështjen çame se na mërzin Greqia, sepse ne nuk kërkojmë ndryshim kufish. Po ama historinë, gjeografinë, të drejtën, ne... Edhe të vërtetën, absolutisht do të mbrojmë dhe do të flasim për të... Po më ta thash dhe radhës tjetër që kur më thej prapë e vërteta, prapë unë kam një lloj kështu reagimi, se ti e ke atë aftësi që të bësh ti kështu jashtë kornizave të emisionit. Po ta përsëris, nuk është e vërteta e lexuar. Nuk është e vërteta as e Skënderbeut, as e Ismail Qemalit. Është e vërteta e babait tim, e kam shtëpi akoma, kam gjallë. Pra është e vërteta ime, nuk po rrëfoj një histori. Historia e Çamërisë është historia ime, historia e babait tim, nuk është histori e Shtat Breza. Po çdo gjë mund të shuhet, vetëm identiteti jo. Absolutisht. Kujtesa, historia, arsyeja pse ne jemi, padyshim që nuk mund të shuhen kurrë. Dhe nga kjo anë, se më thonë disa 82 vjet, po ju them që shko, 82 vjet vërtet janë shumë. Po ju them, çështja armene, që në ca vjet lobim, derisa u njoh. Çështja shqiptarët e Kosovës, luftu gati 100 vjet për të arritur këtu ku është ku jemi sot. Ku jemi sot. Pra, këto çështje nuk kanë mosh. Dhe më kujtohet shumë mirë një plak i nderuar, i burri vjetër më mirë, po e them, i Kosovës, ku më ka bërë përshtypje, po shifsha televizorin në Kosovës para 2-3 vjetësh, që kishte marrë një dëshmitar të masakrës Reçakut. Edhe po i thonë atij burrit vjetër që i thot po se kanë kaluar kaq vjet. Edhe i thot një fjalë që mund ka ngel mend dhe e përdor. Thot genocidi nuk ka mosh. Ja. Dhe për ne s'ka mosh genocidi. Sigurisht. Sigurisht dhe për gjithë. Por nga krau tjetër, po jam krenar, edhe për çka ka bërë shoqëria e Çamërisë, edhe për Diuja, edhe gjithë shqiptarët e Çamërisë, që megjithëse kanë kaluar 82 vjet, ne prapë nuk harrojmë, jemi të fortë, jemi në këmbë, harresën e kemi mund. Tani na duhet çështja e drejtësisë të avantazhit, por ti ke djem dhe vajza të shqiptarëve të Çamërisë, të shkolluar, të edukuar, që dinë ç'a bëjnë dhe dinë ç'a kërkojnë, të cilët unë jam i bindur që do ta vazhdojnë dhe do ta çojnë shumë akoma tepër përpara. Pra, kjo është çështje që ne e mbajmë gjallë bashkë me këtë dhe shqiptarinë dhe me forcimin e shtetit shqiptar. Kur kemi për herë të parë pushtetarë të cilët janë aty për të përfaqësuar interesat e shqiptarëve, dhe jo thjesht interesat e ditës, padyshim që edhe kjo çështje sepse i ka të gjitha aty. Dikush, po e bëj vetë pyetje, tani kur po bëshim javën Çama,
më thot, po, ne tash du me hynë në Europë, tha edhe kështu që si i bëhet tani, që të presim në qikë se ne gjithmonë jemi në pritje. Ne kemi 82 vjetë, jemi pritëm Kosovën, pastaj liberalizim e vizë, pastaj pritëm NATO-n, që na thonë mos se NATO, sepse vërtet Greqia vën vetën për çdo gjë, kjo Greqia e mirë. Po, desha të them këtë gjë. Them shiro, nuk ka gjë më europiane dhe nuk ka pjesë e Shqipërisë treg që e pret më me shumë gëzim dhe me zi e pret që ne të hymë pjesë Bashkimit Evropian. Për dy gjëra. E para sepse në etalon të Bashkimit Evropian, pra të botës qytetërore dhe demokracisë janë të drejtat themelore të njeriut. Dhe e gjithë ajo padrejtësia dhe drejtësia që ne kërkojmë buron nga këto. E drejta e lëvizjes lirë të njerëzve. Baba im nuk shkon dot 84 vjeç, shkojnë kufi ndalojnë se ka lind në Çamëri. Tani, a mund të heqëm 84 vjeç babës tim të them, "O bab, ndroje pasaportën e mos e bëj." Ja. S'ndo, as mund të kërkoj. E dyta, e drejta e jetës është drejtë themelore e njeriut atyre që shpreh. E drejta e lëvizjes është sot, është aktuale, vazhdojmë pasohet mbi ne. E drejta e pronës, baba im me drejtë thotë ne gjithë kemi qef miliona gjë kalamojve. Dhe baba im thotë ja ku e ke shtëpinë në Margëlliç. E jotja është shpëtim. Dhe sigurisht për mua shumë e shtrenjtë, edhe sigur kemi saraje këtu në Shqipëri. Sepse është vendi jonë. Pra, edhe kjo është çështja e drejtave të njeriut. E thënë kështu, ne mund të interesuar se tjetër, po edhe për një arsye tjetër. Edhe mekanizmat për çështjen e shqiptarëve të Çamërisë janë më të forta dhe më relevante kur ne jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe shpresoj shumë që 2030 të jetë e tillë. Sepse nga çështje bilaterale, kjo do kthehet një çështje e Bashkimit Evropian. Por Bashkimi Evropian ka dhe mekanizma të tjerë, përveç se ne ta lusim Greqinë, dalun, them, grekët na kanë vrarë, na kanë pres, na japin drejtat, ne nuk fajsojmë qeverinë greke sot me etj. Del tani presidenti i Greqisë edhe shkon para mi thi, thotë to çamët kanë bë, unë i nxjerr batalionin Çamëria, partizan, kjo është histori. S'mund të vazhdoj kështu, ha. Pra, mundësitë shumë të mëdha do jenë kur ne të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Të falenderoj nga zemra që u bërë pjesë e spektaklit tonë. Shpresoj mos ju kem lodhur. Në një javë kur quhet Java Çamë, na ka thënë gjëra shumë të bukura. Unë zakonisht në emision tham, në një emision nuk është të thënë për të thënë edhe për të dhënë të tërën. Mbesim e shpresoj se do të na vishë edhe në një moment tjetër, nga se puna juaj edhe personale, po edhe si parti, edhe si shoqat, edhe ka qenë e jashtëzakonshme për këto vite gjithmonë brenda mundësive çfarë mund të bëhet në maksimumin e së mundshmes. Falenderoj edhe në Xhmi Muçiçin, kryetarin e shoqatës Çameria nga Kosova, që na bëri të mundur prezencën tonë në ditën e shënimit të javës Çame në Parlamentin Shqiptar, ku ju jeni autor, kreator dhe ideator i mbajtjes asaj. Shumë të faleminderit. Ishte kënaqësi që ju kisha mysafir. Edhe për mua është shumë kënaqësi që isha pjesë e emisionit tuaj. Si e vëndër? O, kallë, mu kallë. Me mineq. Në zetë naltë, në zetë poshtë. O, bobë që shtë mujshë më fladit, atë fladiti pak. Edhe këtë dyja i fladiti. A i knaqe, vëlla. Jo, ke këthyja të pjesën delikate. Unë piju i të ftëf, fyti mu ka ftof. Kush? I thira bijat në telefon. Oj, mohtër u kallëm. Edhe vlo, thana edhe në përzhetëm. O, bobë nuk e din ti. Kur janë e sëmbijat vlo, i kena ngullojmet në stenesh. Ka bu bia i lojme mos dilni pe urës 11 deri me 15 shtator. Bobë se i pa dollë dhe në 15 shtator. Se këta qelë shojnë Gjermani. Deri në ora 15 kanë mendu nga s'di. Deri me 15 shtator. O, bobë ngëm ti mu. Hina thash ngëni motra. Nuk muj pa dollën e. Po vloha ke pina i ha për fët. Thash joj motër si për nëzina shumë, po hipe bëjni tësh. Qa ty tha jeftu vlo? Jo. Qysh jeftu fa ty? Tha po ti kur t'hen mu la, tha në tësh, tha la është cullak. Po edhe? Tha to ala po la është me 2000. Jo.
Tash jo, mo, të nuk dhjo në kështu pa dojtë, dojnë në shqitore dhe shketa blinë a kolore. Ju mi në shqitore dhe shkoj shika kene a kolore, tha koj shika ty, koj shita ti edhe a kolore të ndollë për frizit që në hinë rëhije. Për këshyri a kolore dhe ma bëjshin, nuk jena për shqitje, nuk jena për shqitje. Edhe a kolore zdo ishin më shqit. A ta shkojt ha buk tiko në restoran. Se pa ta dek unin a hina në restoran, mirë dita. Tha mirë dita, a keni najsen me hangër, jo vëlloj tha kuzhinjeri nuk o këtu. Je benonën, kuzhinjeri, emnin e ka morë pi kuzhinës, nuk rëjnë kuzhinë. Po ku ishë, mo? Kuzhinjeri, i kesh dek nona. Se në roft. Po ma bërna i thaj ka dek nona, vesh mu ka kujtu njerë, kujna i ka dek nona, kujna i ka dek nona. Po ma ka vështë. Ma s'fala, shtu të tri thasta dhe unë e kam nonë. Ishe, pa dhe unë e kam. E ku më rdhez njerë, thash te, qysh nonë e ki, e nuk je shku në shpe po përrem punë. Qëp të shpia. Jo, ta po ne kam vlo ato pahise. E kam bëgjenak. Po thash se nësë është bëgjenak, i thash a vlo për krevetit. Gjithë bërë, të vlo për krevetit. Edhe me në piqa tytë. Të restoranit e qëvat, shkova të bijat ashtë ha buk, se të bijat kërë së më këthejmë pa angër buk. E ka një qenë, farë qenë, e ka në shtiri me ri, gjithëm le. Kër im hi të bijat, edhe qenë ishë në lërhije. Vesh ma ka bo njerë, ham, o mëtë tha, hinë tha po hinë rhije. Edhe në ka shbuk, sa reflektuat jenë të më kohë, kada ka dole du me dole në rhije, shto se ndryshe probleme. Jo. Gëm na em, edhe se kom shu Gjermanin, pak jemet me pasuja. Jo, pse? Budallahia ma e modha me lëshu Gjermanin me thonë për rinë Kosovë. E kum ditit e në parë, kër im shku në komun, thash nga në mirë që apë e thamë, unë e kum shu, thash Gjermanina, po më kalzeni, ku do të më lajmëru, tha, ti zot një vishë të shmë lajmëru në psikiatri. S'ka të të rëzgjit e bërë.
moment tjetër, në momente promocionale. Ai është një djalosh bukurosh. Ka mbaruar fakultetin e mjekësisë. Është një zë i jashtëzakonshëm. Po vjen furishëm në botën e muzikës shqiptare. Zonja e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Albin Hasani. Bebat edhe njeri jonë të zërë. Mirë se erdhe, Albin. Mirë se gjeta, falenderit për ftesën. Si, Albin? Mirë, falenderit jo. Unë kur ju anonqova, thash kam mbaruar fakultetin e mjekësisë, dega infermierisë. Edhe, po vazhdon të punosh në infermieria, po? Jam jashtë infermierisë, jam për momentin me gjuhë gjermane. A me gjuhë gjermane? Po, me shpresë... Shprehen si Deutsche? I shpreh Deutsche. I shkan sehr gut Deutsch sprechen. Sehr gut? Sehr gut. Sehr gut. Nicht gut, sondern sehr gut. Po më gjithmonë me shpresën që edhe me infermeri, që është një veprimtaria dhe është një punë që i ndihmon njerëzve për atë arsye edhe ku më sjell si fillim. Absolutisht, për humana. Se edhe në Kosovë është pak problem. Po, pak problem. Po gjuhën gjermane ku e mësove në Gjermani? Jo, jem kon këtë njerë, kom vazhdu kursin, deri në B2 e kom përfundu, kom pas punu... Deri në B2? Po. Çka të kam mirë pa përfundu, kur gjonë? Valoj, për momentin veç... Veç ajo? Veç ajo. Mirë, në realitet nuk shkoma në Gjermani, se po shkove një infermiere i diplomor i shkëlqyshëm, një falë si gjuhës gjermane i shkëlqyshëm, ne marrin Albinin, mor Albin. Kam qenë atje, 1-2 vite, që është regova dhe pak më herët, edhe është një jetë e mira atje, në më thonë që njëri që ato që e përfundan, është që mundet edhe me punu. Që punu si infermier? Kom punu si infermier atje, 1-2 vite, po jeta pak shumë e ftoftë edhe mendova që atje kom kuptu që nuk është dhe më thonë gjithçka dhe paroja, por se i përket profesionit edhe veprimtarisë është mirë që dëmon njëri atje mundet me gjetë pak ma shumë veten, po prapë se prapë edhe pse nuk punoj infermeri jam i kënaq, jam kthy prapë në Kosovë, ma ofër familjes, ma ofër njerëzve që du. A me gjitha të kur jemi këtu, qka të thej më shumë në Kosovë? Dashnia po dihet, tjetra? Dashnia, adhejo, është edhe familja, edhe rrethi që jam jetu me ta, kom lind këtu, marr frymë ma shlirë, edhe kjo është ajo që besoj që një njëri e kompleton ma shumë se gjitha tjera. Sa bukure ka thënë. Megjithatë, më kanë thënë se ke qenë i shkëlqyshëm edhe si shkëlqyshëm duhet vazhdosh. Ta mbrosh masterin e doktoratën e sa profesor i mirë bëhesh. Faleminderit. Përveç se, po me këndu, kur ke fillu të këndosh? Apo ke këndu që fëmijë? Që fëmijë kam qenë. Apo s'ke një trashëgimi, pedigre diçka? Për momentin jo, do më thonë deri sot jem konë, do më thonë i vetë me ndoshta në familje. Au, as mami, as babi? Jo. Si? E kom marrë vetë që di as vetë, më ka orë si ide, e kom provu gjatë shtëpisë njerë, kom marrë pjesë në për shkollë që në konë ato manifestime që janë boj gjithmonë. Dhe këndoj, e? Këndoja gjithmonë, po pak kushtet, pak sanet që shë din t'jellë vetë, jenë kom pak ma Edhe ftirë. ma mirë që ke mbajt këtë rrugën, je formësu, tamam, ke diplomu. Edhe unë kështu ja kam ba, unë kam këndu të njetën, po, fakultetin e kam baru, se e kisha dashurit parë, dhe ajo mirë shumë edhe mos e le në asë një njërë. Po, të kjo trashëgimia përsëri më mbeti, si kur të mbetën bërgjë me thonë, po pse as mami si këndon të në vesht babit, bilem, ose... Në është ashtu Po babi, kur i lanë të endë, këndon të? Jo, si ka lo, halo. Pse kur po pret me i laj? Se di, dhe e sot jo, e ta që të nuk e di. Do me thonë, po u pret me i laj babi endë? Me të mparë. Më përqelë të flasim pak më shumë në këtë drejtim, sepse unë kam shumë debuljes, për të gjitha ata që mbarojnë fakultetin e mjekësisë, kam shumë debuljes, të tham të drejten. Edhe, po që është rëndësishme son të jemi këtu, në realitet për të promovuar një këngë të bukur. Zhanri popullore? Po, është një pak ma ritmike, më i me thonë, nëse më lejohet edhe kongën dhe orkestrimin ma ka bërë Vedat Rështoku, që përshëndes shumë, në strategjistin e Duna Selmonaj, e përshëndes edhe ato. është një kongë ritmike, është një temë që pëndohë kuve të fundit si noti, si dashni. Po janë bashkë? Po, si bashkë. Edhe i noti edhe dashnia? Edhe pse po duhen shumë ka erë, ndikon edhe i noti, po përfundimi gjithmonë besoj të dashnia triumfon edhe mbetet fitore. Klip e ke bërë? Jo,
jo klip se kombo, veç është dhe më thonë si orkestrume, është e pregatit. Regjia në kryu kështu me platorin edhe kamermanët tanë, do të kujdesen, sonte me ta bo klip. Faleminderit shumë. Unë të mbaj duart, të gjithë të mbajmë duart, do t'japim duart rukitjet e botës, edhe të dëshirojmë nga zemra rrugtim të suksesshëm në botën edhe të këngës. Shumë faleminderit. Edhe kemi metalon skenën edhe duart rukitjet. Albin Hasani, titulli këngës? Inati. U kam edhe një këngë diçka më duket, apo t'vjen Inati, apo mos e kam mirë. Mos e ka këndu një këngë në këprelaj. Si do që t'jetë? Inati, mos mani inat në realitet. Bile, kështu e kemi edhe idenë që dashnia dhe inati nuk shkojnë bashkë. Jo. Dashnia do të rrjedh vetë kështu. Albin Hasani, skena për ty. Se fund ka marrë, zemra prap në sjell të këti, sa gjatë do t'na shkoj me malë, pa ty qyshja bëj se di. Mas si du mas shumë ti n'bot, qysh dush banja se ta fali, po na shkon java pa fol, tu thonë unë si shkruj I pari. Nuk po di qysh me java, se pa ty nuk munde ma, du me di ta jemi me thirë, cili jo klindoj me thy, zemra ti kena më shindry, jo faj ti, jo faj unë, gjatë don me shku kjo pun. Shfal me që du shumë, e për ty fort mali merë, se ma ti kisha dha fund, as kisha me ndu dy herë. Ta shpishmon për fjallë që I tham, se mrapa nuk muj me I kthy, as gjene pa tha nuk lam, ti m'fal mu e unë t'fal ty. Nuk po di qysh me jaba, se pa ty nuk munde ma, du me di ta jemi po inatis me thirë, cili jo klindoj me thy, zemra ti kena më shindry, jo faj ti, jo faj unë, gjatë don me shku kjo pun. Qysh me jaba, se pa ty nuk munde ma, du me di ta jemi, po inatis me thirë, cili jo klindoj me thy, zemra ti kena më shindry, jo faj ti, jo faj unë, gjatë don me shku kjo pun. Një mbrëmje jashtëzakonshme, një freski shpirtërore në këto ditë vere. E po, ishte kreatara. Plani mirë, ndroni bukur dhe zgjoni në pace, ku do që keni Zoti ju rujtë dhe kokë. Natër mirë, ju pafshim javës tjetër.